Radio Pralla, nga hëna në të diel, e përnatshmja për voglushët. Radio Pralla. Mak Rosaku Dado. Mak Rosaku është dadoja i kecave, Pino e Pina. Mak, thot mama Dhia, po të besoj kecat e mi. Mas kimerak, e siguron Rosaku. Pinoja dhe Pina fillojnë të ecin, duke u tundur si maku. Por nuk është punë kecash kjo. Atyre unë gatërohen këmbët. Lërën e fare ecjem bre Rosaku, u thot maku. E jani që t'ju mësoj noti. Pluf! A i kërcen në pelë. Pluf, pluf! Pinoja dhe Pina e ndjekin pas. Mak, mak! I thëre teze Rosa. Po, kecat e vegjën nuk mund të notojnë. Ha, më falë, teze Ros, thot maku, të i nxjerr kecat në breg. Por kecat e shkathët tashmë e kanë mësuar notin. Nga gëzimi, maku pa dashur gëlltit ujë sa për pak mbytet. Maku për mbytet! U lërin teze Rosa. Pinoja dhe Pina hidhen frikë dhe nxjerrin nga pellgu makun. Pastaj nisin që ta ngacmojnë pak. Nëse ke nevojë për një dado, mak e na thuaj, i than kecat. Dhe pastaj nisën një lojë të re. Dëgjues të vegjël, natën e mirë.